Të tjertë i kom njohë shumë mirë. A ke brejt të karakteri ti diçka që nga shposhtë? Që është poshtë në familje? Jo, nuk e kom brejt asë një herë. Një diçka që ka në shpem ka të regu, diçka për punë. Asë një herë nuk kam brejt. Që ka pas një problem në punë ose diçka tjetër. Punë të shtëpi familjes kanë qenë dy gjona të ndryshme. Gjatë në sen që ka mujtë më të regu, ka qenë kur e këmë thirë për darkë me angër që s'ka mujtë me ardhë. Më ka të regu që për shkas së to kam që të raste, kam që djedhje ose kam që... Ose ka të regu? Jo, edhe ka të regu. Rastin e fashis, to fletushka që i ka pas... Si që është rasti i shkërë? Ndarjes e fletushka 2 ditë para vitit të ri në 2023. Por kundër pritjes vitit të ri, nga ona e në rastin e për atë edhe ato e di që... Kur të përmenë të rastin e saj për kërdetë spenullit. Në periudën kohore prej 1 javë, 2-3 ditë para ndodhjes aktit vrasjes. A ka bisedu diçka me ty ose atë ka shposh diçka të te, a ka prezentua, ka shposh diçka të te, a ka bisedu diçka ditur tjetër përveç këtij që të përmene ose... Jo. S'ka përmene kushë? Jo, që. Pas vrasjes si Muhamet, së djerit Muhamet Dika, janë arrestu persona që sot janë prezent, i njituri edhe këta persona këto. A i ke njohë më herët personat e lartë cejtë, nëse i ke njohër një të qysh i ke njohë? Po. Mas janë arrestu këto për jashtem, edhe më nga ashtet nuk e kom njohë. Këto tjertë i kom njohë shumë mirë. Kur të thu i kom njohë shumë mirë, qëta kuptimi, qysh i ke njohë? Konkretisht në atë kohë, nuk i koni se kohë, ose qysh ti i ke njohë të persona për të i kom njohë shumë mirë? Po. Unë e kom punu market, Desa, Kashanik, afër xhamisë, prej 2004, 2004 deri... Prej 16 korrek, për afër xhamisë, 2004 deri vitin 2023 tetor. 2024 janar më fillu punën prap afër xhamisë në Vesër Union, ku e vazhdoj edhe sot. Aki Belen, Rilen Muratin, Shkëlqen Kukën, i kam njoft, si klientat në lokal, që të dy vendet e punës, edhe që janë praktikus ekstrem të fesë. Batan Qakën e kom njoft, shka ka ndodhë. Po. Si fëmijë ku e gjatë. Edmond Likën e kam njoft si punëtor, që ka punu në lokalin në fshatin Shtraz, që u konë në emër i Joni, në emër të Muhametit. Prone Muhametit, Likës. Kjo ka punu në vitin 2021-2022.